Eliona përfshihet në një debat të gjatë dhe shumë të tensionuar me Tonin, një përplasje që nis papritur dhe shndërrohet shpejt në një situatë të rëndë emocionale. Që në momentet e para, vërehet se Eliona nuk është mirë dhe se diçka e ka prekur thellë. Ajo i drejtohet Tonit me tone të forta, duke e pyetur hapur pse ai vazhdon ta ofendojë dhe pse sillet kaq keq me të, sidomos në sy të tjerëve. Situata zhvillohet në një ambient ku janë edhe banorë të tjerë, të cilët ndalojnë dhe dëgjojnë me vëmendje. Eliona shprehet se sjellja e Tonit e ka bërë të ndihet e pavlerësuar dhe e sulmuar, duke theksuar se ajo nuk e meriton një trajtim të tillë. Zëri i saj herë dridhet, herë ngrihet, duke treguar qartë se ky debat nuk është thjesht një përplasje fjalësh, por një shpërthim emocionesh të mbledhura prej kohësh. Ajo vazhdon duke thënë se ofendimet e vazhdueshme dhe mënyra arrogante e Tonit e kanë lënduar shumë. Eliona shprehet se nuk e kupton arsyen pse ai zgjedh ta ulë dhe ta vërë në pozitë të keqe, ndërkohë që ajo nuk i ka bërë asgjë për ta merituar këtë sjellje. Fjalët e saj janë të drejtpërdrejta dhe të ngarkuara emocionalisht, duke treguar se ajo është lodhur nga kjo situatë. Toni, nga ana tjetër, duket i ftohtë dhe i distancuar, gjë që e acarojnë edhe më shumë Elionën. Ajo e akuzon se nuk ka respekt dhe se flet pa menduar për pasojat. Debati vazhdon për disa minuta, me tension të vazhdueshëm dhe atmosferë të rënduar. Banorët përreth duken të shqetësuar, disa përpiqen ta qetësojnë situatën vetëm me praninë e tyre, ndërsa të tjerë thjesht vëzhgojnë në heshtje. Eliona pranon se kjo sjellje e ka bërë të ndihet keq emocionalisht dhe se është ndikuar shumë nga fjalët e Tonit. Ajo thekson se nuk është e fortë gjatë gjithë kohës dhe se edhe ajo ka ndjenja që lëndohen. Ky moment e bën debatin edhe më të ndjeshëm, pasi shihet qartë se Eliona po flet nga zemra dhe jo thjesht nga inati. Debati mes Elionës dhe Tonit lë një gjurmë të fortë në shtëpi, duke krijuar një atmosferë të